duo, Olsi Beçi and Ariola Spaiu. Welcome to the show. Welcome to the show. Olsi Beçi dhe Ariola Beçi. Instagrami e ka Spaiu. Tash nuk e di unë. Po ne zgjemi gjithmonë. Problemi juaj ajo. Ne zgjemi gjithmonë. Jem Spaiu, jam Beçi. Kur e Beçi, kur e Spaiu. Por në rrjetet sociale vazhdon të jetë Spaiu, por unë akoma jemi Leriana Sela edhe Ervin Toro. Edhe ne problem, i ndajmë mbi emër. Ka problem. Thank you for invitation. Olsi dhe Ariola Beçi, dakor? Je dakord. Okej. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Ishte shumë kënaqësi që kemi ardhur sot në këtë podcast. Po. Po, në fakt është intervista parë që ne japim në Amerikë. Seriozisht? Po, të gjitha intervistat i kemi dhënë nëpër Skype ose kur kemi qenë në Shqipëri gjatë. Domethënë kjo është intervista mam live in person. Live in person. Na nderuat me faleminderit. Faleminderit që na ftuat dhe na konsideroni pjesë të rëndësishme të podcastit tuaj. Patjetër, shiko, do i njohin se njerëzit masin në komunitet nuk i njohin shumë. Prandaj edhe do flasim pak për si i thon, backgroundin, po më dha fjalë shqip tash. Backgroundin tuaj. Fillojmë me Olsi njërë si fillim. Unë realisht dua shumë që njohin dhe Ariolën sepse ne vazhdojmë zimin këtë pjesë sepse të nusja e Olsit. Por Ariola ka një background jashtëzakonisht të madh dhe i vjen inat